Duam të jemi shumë, bëjmë gjithmonë atë krahasimin, kush është më pro-amerikan se kush? Në fakt kemi të bëjmë me logjik vasaliteti. Dhe edhe Dirama, edhe Vjosa Osmani kanë vepruar në raport në marrëdhëniet e jashtme mbi parimet e logjikës së vasalitetit. Me rëndësi ka qenë dhe mbetet që ata të jenë protagonist. Dhe mbështetjen e kanë marrë. Mbështetjen ata e kanë marrë. Natyrisht e kanë marrë në një masë të Pra ndjeshme. përfaqësimi ka qenë dinjitoz, nuk mund të themi të kundërtën. Nuk do të thosha dinjitos, sepse nuk ajo që defilua sidomos në Davos nuk mund cilësot krejtësisht dinjitose. Ja të them një rast. Prap do dalem atjete, do shkoj prap atjete bordi paqes, kur u bë prezantimi i emrave, kur u përmend nga presidenti amerikan Donald Trump zonja Vjosa Osmani, u ndal duke dhënë edhe 2-3 lëvdata për të, ndërsa në rastin e kryeministrit Rama vetëm i përmendi emrin. Pra kur them raporte më të mira e kanë fjalën për këto detaje që duken me aq sa ne mund të lexojmë nga jashtë, ose ne nga brenda nuk e dim. Po e qartë, po nuk du të harrojmë se Donald Trump vjen nga ekstremi djathtë. Dhe Vjosa Osmani vazhdimisht ka trumpetuar se është ideologjikisht i përket sferës së të djathtës, madje të djathtës relativisht nga ekstremi. Dhe sigurisht që do të gjente mbështetje më të madhe nga Trumpi, ngjashëm siç gjen mbështetje Viktor Orban e tjerë. Pra kemi të bëjmë me puçje të ideologjive, por dhe natyrisht edhe me një ekspozim të një suksesi diplomatik të Trumpit, sepse mos harrojmë që shtetet kryesore të Evropës refuzuan, madje edhe shtetet e Ballkanit refuzuan të jenë pjesë e këtij forumi, siç ishte ky forumi i paqes. Po, patjetër, po. Shtimi i paqes. Kam dhe një pyetje tjetër, zoti Sadri, kur po themi ndërkombëtarët mbështesin një figurë të caktuar, mbështesin, besoj e kuptoni se për çfarë i referohem. Si ndikon kjo në sferën e brendshme, sepse ne e dim fare mirë që kur flasin të huajt, ne i dëgjojmë me shumë vëmendje. Flas për popullin. Për fat keq kjo është ndjesia e inferioritetit, por maturia ndikohemi, politike apo jo? Në Kosovë ka ndryshuar ky raport. Qytetarët e Kosovës fill pas luftës ndikoheshin shumë madje, por dy palë zgjedhjet e fundit e kanë dëshmuar të kundërtën. Zgjedhjet e 28 dhjetorit pikërisht pozicionimi i tillë tehet sovranist i qeverisë Kurti 2 i solli një plebishit, një fitore të historike, pa parashikueshme nga shumë kush.